Nuk është se nuk e dini, po sot e faktoj që është si Kim Jong-u, Edi Rama. I keni lexuar lajmet besoj për mbledhjen që ka pas me grupin parlamentar PS-s edhe me këta ministrat. Ka kërcënuar Elisa Spiropalin si rrugaç, mos fol, do të përjashtoj, pse nuk votove për hajduten time që mos arrestohet për Ballukun, kur ka dash me thonë burimet brendshme që kur ka dash me u përgjigj, se normalisht njeriu duhet të reagojnë, bëjnë dialog, kur e akuzon duhet përgjigjet, nuk e ka lënë të flas. Pra nuk ka shembull të dytë, nuk ka pas kurrë shembull të dytë, një autokrat i tillë që ka alergji, ka frikë, ka tmerr nga fjala, edhe njerëzve të vet, një lloj identik si gjyqjet që u bënte Enver Hoxha atyre të partisë, edhe thoshte pusho, se linte të flas. Po edhe Enveri, prap, po të kujton ato gjyqin e Kadrias Biut e këto mbledhje, takimet e byros, çfarë bënte ai që i kritikonte atje, prap i lejonte të flisnin deri diku. Sot Edi Rama nuk e ka leju fare të flasë Elisa Spiropali, është i tmerruar dhe i ka thënë ti nuk do shkruash më as në Facebook, se po shkrove në Facebook të përjashtuar nga partia. Kjo është Partia Socialiste në drejtimin e Edi Ramës. Çdo njeri që shihni nëpër media, duke bosi cup ose duke shit mend ose duke ecë rrugës, sikur ka mendim, sikur ka logjik, sikur flet, përbuzeni, neveriteni edhe përqesheni, sepse në atë parti nuk lejohet të flasësh, nuk lejohet të mendosh, nuk lejohet të arsyetosh. Pra, ajo është një piramid me i tuf ignorantësh, me i tuf fundrinash, komplet me grupin parlamentar, me këshillin e ministrave, një grup servilësh të ndyrë, që vetëm i lëpihen, me nder i lëpin byllën e Edi Ramës, edhe nuk hapin dot në gojën. Këtë nuk e kam as pak për të mbrojtur Elisa Spiropali, se deri dje dhe ajo ka pas mendu që Edi Rama është ndryshe, por tani po e provon lëkurën e vet. Ai është një kriminal i fjalës lirë, është një skizofren që kërkon të censuroj edhe fjalë që ajo nuk e ka sharë, për shembull 2-3 postime që ka bërë Elisa Spiropali në rrjetet sociale në Facebook, nuk e ka sharë. Nuk e ka kritiku, thjesht ka folë në gjëra të përgjithshme, po është aq i tmerruar sa nuk do që të shkruajnë as në Facebook. Pra, mendoni një moment kur shkruajnë në rrjetet sociale këta Taulan Palla, çfarë janë ta, çfarë ministra shka ky Karakaçet e Karaleshat, të gjithë shkruajnë, derisa vazhdojnë të shkruajnë, do të thotë që shkruajnë me miratimin e Edi Ramës. Pra asnjë nuk guxon të shkruajnë gjërat me mendimin e vet. Këta janë ignorant, një e para, në mos qofshin ignorant për shkak të hajdutërive e për shkak të përfitimeve, kanë shkel fytyrën e tyre me këmbë. E kanë ngrit këmbë kështu, e kanë shkel fytyrën e tyre me këmbë dhe lejojnë që ti trajtojnë Edi Rama si qen. Pra gjithashtu i trajton. Çka deputet Partisë Socialiste sot, kuptojeni mirë, se po t'ishte që të kishte demokracia ajo parti, ajo s'ka pas asnjëherë me drejtimin e Ramës, po t'ishte, çka po i prishte Elisa Spiropali një mendim ndryshe. Ky njeri edhe ky popull që ha mashtrimet e këtij njeriu të përnatshme nëpër mediat e rilindjes, 90% mediave janë të kontrolluara prej tij. Shifin i ndarë banaqet e televizioneve, bëjnë tema për lloj idiotësh që dalin edhe thoni fjalë kundër, jo po PD-ja kështu, jo po PD-ja ashtu. Pra, nat për nat në sulm kundër Partisë Demokratike dhe nat për nat i japin zë çdo lloj sharlatani që flet diçka
në lidhje me Partinë Demokratike, ku duket që ka debat, duket që s'ka kontroll, duket që s'ka censurë, se kush do flet çaj do qefi. Kurse ke ky reparti ushtarak këtej, nuk guxon kush. Edhe ç'a bën ky? Ju hedh trut e gomarit juve për natë. Për natë e keni Ervin Saliani në për media. Për natë. Një mener të bëjnë Facebook, del në media, lajm kryesor. Ndërsa për Partinë Socialiste që s'flitet aty fare, që nuk ka mendim ndryshe, nuk ka edhe kritik, qoftë edhe kritik me bon sens për të mirën e partisë, ai të zhduk. Një lloj, as më pak, as më shumë, bën edhe Kim Jong-u. Ai e keni parasysh atë në Kore të Veriut? Është identik. Nuk është kështu Vučići. Nuk është kaq skizofren, nuk është kaq psikopat, nuk është kaq diktator sa ky. Ka në Serbi ca zëra, ka dhe brenda partisë ndonjëherë që i flet dikush në partinë e Vučićit, kurse këtu nuk ka shans. Mos na hapni barkun tani, socialista, Partia Socialiste, dhe mosu e kam veçanërisht për ju, jo socialistë ndershëm, pra e kam nda këtë punë, ka socialistë ndershëm, por e kam për ju, mos u ofendoni kur ju them mbeturina. Sepse jeni mbeturina që i bëni amin një sjellje të tillë të një diktatori. Ajo Elisa që dje ishte e mirë, që dje ishte shqiponj për partinë tuje, për ju e për Edi Ramën, sot është në fije të perit për t'u përjashtu nga partia. Pse? Sepse i ka prish Terezin autokratit. I ka prish Terezin diktatorit. Pra imagjinoni ç'a ndodh në atë parti. Kjo është tmerr. Tmerr e hoqi, e shkarkoi si ministre të jashtme. Vetëm sepse nuk doli të bëjnë si budallaçk në për takime ndërkombëtare e të lavdrojnë Edi Ramën, me sa duket u tregu e quajti Skënderbej këtu, pa në jashtë nuk e ka mbrojt si Skënderbej, si të tillë. Minimalisht edhe po se pati shak kur i kanë thënë ata që kemi prova se është hajdut, është mafioz, është kështu, është ashtu, nuk ka reagu, se kaq mund të ketë bë Spiropali, nuk ka bënë gjë më shumë. Dhe e hoqi për 5 muaj. Vetëm 5 muaj e lanë kryet ministrisë së jashtme. Ç'a do të thotë kjo? Asnjë njeri nuk bëhet ministër nën kryeministër Edi Ramën nëse ai nuk e ka në kontroll 100%. Pra nëse nuk e merr frymën dhe nuk e nxirr sipas dëshirës së Edi Ramës, nuk mund të bëhesh ministër. Kështu që çdo njeri që është ministër, shifeni me këtë sy, dhe duke e pa me këtë sy, do të kuptoni se sa të neveritshëm janë. Janë tërësisht të neveritshëm. Këta njerëz që punojnë me këtë, këta njerëz që kanë punu me këtë, fajtor, brenda këtij sistemi që është ngrit, edhe brenda këtij idhullizimit, këtij skizofreni, sigurisht është edhe Spiropali. Sepse edhe ajo është një nga këta, ka qenë një nga këta. Por, siç ua kam theksu, ua kam thënë dhe herë tjera, e vetmja gjë që kam unë e kam kritiku më sa s'ka Spiropali, po e vetmja gjë është sepse ajo për ndryshe nga të gjithë langaraqet e tjerë në Partinë Socialiste nuk votoi për Belinda Pallukun. Nuk votoi për të mbrojtë hajduten. Edhe ky është një akt shumë i fortë e shumë i madh që nuk e ka bërë dot kurkush. E ka bërë Pandelimajku duke thënë ndhamin këto, ndhamin ato, për të mos votu ligjin e teatrit. Ama me arsye time e i ka dalë shkuma nëpër media duke arsyetu Pandeliu që isha smur, duke marrë raport nga frika. Kurse Spiropali nuk mori raport, po ja tregoi publikisht, ja lat kuptohet publikisht se unë nuk votoj për një hajdute. Edhe kjo është një diferencë shumë e madhe për çdo që mendon se brenda asaj partie
Erion Braçe është opozitar. Një sharlatan që do me kap kockën e radhës, se ka frikë se del nga politika, nuk guxon, nuk di çfarë të bëjnë në jetë nëse nuk është deputet, vetëm për kaq. Por për Belinda Ballukun, jo vetëm që shkoi votoi, po doli edhe në media dhe dha argumenta. Për këtë e kam më shumë në rastet kur e kritikoj atë. Se minimalisht aty votu një 83 veta, po nuk foli kush. 82 sa votu, nuk foli kush. Ky doli edhe foli. Ky që i bën si opozitar. Kështu që ka indiferencë shumë të madhe dhe duhet me i dhënë hakun secilit. Ati për atë që është një hiç, edhe kësaj tjetrës për këtë që është që ka mbajt një qëndrim. A mund të fitojnë Elisa Spiropali në këtë betejë që se ka nis, që s'është as një betejë, është duke bërë ca përpjekje shumë të vogla për të rrit një farë dignitetit vetin, por nuk është në betejë, duhet ta ndajmë këtë punë. Elisa Spiropali nuk është fraksion brenda Partisë Socialiste, nuk ka ndërtuar një lëvizje për demokratizimin e Partisë Socialiste, pra nuk ka asnjërin as tjetrën nga këto. E marrim sikur të kishte ndërtuar një fraksion, kishte ndërmarrë një lëvizje, a mund të fitojë? Nuk fiton dot. Nuk fiton dot se kupola e asaj partie është e mbushur me fllëqësira, është e mbushur me servil, është e mbushur me hajdut. Ju dhim se partia juve që më dëgjoni, po kjo është realiteti. Pra çaj ka bë Elisa Spiropali atij, që i ka thënë sot në mbledhje, o me ne o kundër nesh. Imagjinoje tani, o me ne o kundër nesh, sikur kjo ka marrë një 20 deputet atje dhe ja ka vu përballë, ja thonë kam këta, mos e ka kërcënu. Nuk i ka Elisa ato. A kuptoni sa rënd është dhe në çfarë situate është sot Partia Socialiste? Është fatkeqësi, se Partia Socialiste është në fund fare është një aset kombëtar. Është një aset kombëtar që e ka kap një i çmendur në thonjza, sepse ai nuk është i çmendur, ai është i lig, i djallëzuar, edhe është tipik me stile mafioze, punon me stile mafioze. I ka mbledh sot ordinerat, idiotat atje, grupin parlamentar, ministrat, edhe ju ka thënë që dilni tani mashtroni njerëzit ju që do futemi në Europë, që procesi s'është bllokuar. Kur e din gjithë e kanë pa lajmet që Mali i Zi është ngrit grup pune me Bashkimin Evropian për të mbyll grup kapitujt me Malin e Zi. Ndërsa me Shqipërinë nuk kalohet raporti i Barit, nuk e kalojnë vendet e BE-s. Ka shku në Greqi, i ka thënë Mitsotakit po ta jap detin gjithë çat dushti, më ndihmo. Se ky jep çfarë ti ketë në dorë, vetëm të shpëtojnë lëkurën e tij. E ka këshill, mbajeni mend, e ka këshill nga një njerëz që ka qenë në Departament të Shtetit, një njerëz i rëndësishëm i administratës Bidenit. E ka këshill, i ka thënë ai ose ajo, se unë ja di dhe emrin, po them, i ka thënë që me këto gjëra që ke bë ti, mundohu të rish sa më gjatë në pushtet. Mos e lësho pushtetin se për ndryshe ke marrë fund. Kjo është këshilla që i kanë dhënë njerëzit e Sorosit, Edi Ramës si kryeminist. Këto amerikanë që idealizojmë në Amerika. Kokrat e hajdutëve, një pjesë e administratës, po themi, se s'po themi gjithë amerikanët, se kështu është këtu, po the këto, do më thoni marrë njerëzit si ku po i shanë gjithë. Jo gjithë. Po një pjesë e administratës e di shumë mirë çka ka bë ky. Unë për këtë arsye më zhduk edhe për ngjarje të tjera, po për këto arsye që një morracak këtu me i cop malat, me i cop shkam ishull, të arrin të majnë në kuptimin Trumpin në shina, në linjë, që ças ka thënë për të, i bie që ky është rasti kur ky është më birë kurve se ai. Se ças i ka thënë atij, e ka tallë ke CNN, e ka tallë në gjitha mediat ndërkombëtare,
Edhe në fund fare ai s'ka çfarë i bë. Pse? Sepse ky t'jep gjithçka. Edhe ai nuk e shef me syrin e politikës, po e shef me syrin e biznesit. M'jep këtë mshaj sa dush. Është fryma me sa duket e Trumpit. Megjithatë do ta shohim se gjasat janë që po ftillohen edhe ata dhe nuk do t'i hec, por ama ky është autokrat i pashembullt në Europë. Nuk ka një të dytë në Europë dhe në Ballkan si puna e këtij. Që ka marrë një grup parlamentar, 83 veta sa i ka ata. Ata janë si somnambul, janë si të trullosur, edhe vetëm ngrejnë edhe ulin dorën, vetëm pro, si të doj ky. Ky kontrollon, a ka censur më të madhe se sa t'i thush tjetri mos shkruaj në Facebook. A e kuptoni ku jemi? Është ish kryetar parlamentit ajo. Është ish ministre e jashtme, krye diplomate. Deri para 10 ditësh, sot del ky edhe i thot ti mos fol. Mos shkruaj në Facebook, ti thot. Se po shkruaj në Facebook, të përjashtoj nga partia. E ka zëvendësu me një ordiner që del edhe u thot shqiptarëve të Maqedonisë idiot. Me ato e ka zëvendësu Elisën. Me Ferit Hoxhën. Riti i komunist që mendon si një jo komunist patriot, po një komunist punist, si kanë qenë ata, mendon me mendimet e Titos, që Jugoslavët i kemi vlezër. Shqiptarët janë problem. Se këtë gjë thot atje, çfarë thon ata idiotët shqiptar? Jo po e ka për klasën politike, jo për klasën politike çfarë, nuk janë shqiptarë ata. Ja ky njeri ka zëvendësuar Elisa Spiropali, e cila sot është përballë një zgjedhje të dalë të flas, duke e ditë që ka humbë gjithçka, ose të hesht. Të hesht edhe të fillojnë të rrotullojnë gjuhën. Të rrotullojnë gjuhën do të thotë që po jo se kisha me partinë, po jo se unë se kritikoj partinë time, e gjejnë këta rrugën se nëse do me u pendu, ta jep vetit i Rama mundësinë se si të pendohesh, ti shkruan dhe vet ato bile, siç u shkruan te dorëheqjet. E mani me sa herë ka pas shkruajt kryetarëve të bashkive, ministrave, deputetëve, u shkruante dorëheqjet, edhe u ahithën në Facebook, ata vetëm kur shifin postimin që kanë dhënë dorëheqjet, sepse ishin të gjitha në të njëjtin stil, i shkruante e njëjta dorë. Si mundet, për shembull, unë do e quaja ofendim të madh, të dilja në një debat me një deputet Partisë Socialiste. Do si mund të flasun me të, çfarë mund të flasun me të kur e di që ai nuk ka tru, nuk e vën punë truri, nuk ka logjik, nuk ka arsye. Është një qenie e censuruar. Është një qenie me tru të shplar. Ose po themi si qytetar i zakonshëm, po shoh një postim të një ministri ose të një deputeti të Partisë Socialiste, shkoj t'i bëj like, si mund t'i bëj like kur e di që ai s'është mendimi i tij. Nuk është shkruajt nga ai. Sepse ai s'ka as mendim, nuk shkruan dot pa lejen e partisë. Hiqni këto budalliqe që jo po partia ka rregulla, jo po flitet brenda, jo po flitet jashtë. Elisa Spiropali ka kërkuar të flas brenda Partisë Socialiste. Nuk ka fol publikisht. Dhe po ta mbani mend, thirrin i trurit, po ta mbani mend, kur doli Taulant Balla që tha do ja rregullojmë, tha do flasim me grupin, do se ky e fry Ramën kryesisht, e fry Taulanti se do të pastrojnë ferrat vet për t'ia futur Ramës në fund. Edhe i tha do mbledhim grupin ashtu, edhe i tha ju përgjigje Elisa, i tha mbledhë grupin kur dush tha. Pra i tha mbledhë grupin që unë të vi të flas brenda partisë. Pra nuk jemi në kushtet kur kjo zonjë ish ministre e jashtme, ish kryetare e parlamentit e kësaj partie, nuk do me fol brenda partisë, po do me fol jashtë, siç bën Ervin Saliani për shembull, që i vente llallin mediat e majta, që s'fliste më në kryesisë PD-s, po dilte flisen media. Kjo ka thënë të kundërtën. Unë du të vi të flas brenda partisë. Mblidhe grupin parlamentar të flas. Ka tentu sot që të flas, t'i kthejmë përgjigje skizofrenit.
Nuk e ka leju, mbyllë gojën dhe thonë, mbyllë. E para është Gru, e para ish kryetar parlamenti, ish ministre jashtme, bashkëudhëtare me këtë në për greva, në për protesta, në për djegje koma, shikojtë në gjitha merat. Njëri që e ka lavdëru këtë i ka ngrit kulti individi, nuk e ka lënë të flas, nuk e ka lënë të hap gojë. Ja ky është tani se ç'mund të ketë më poshtërsi më të madhe një njeri se kjo, unë nuk e di. Çfarë ka frikë? Se po e mbyllin. Ka frikë. Çdo kush që mund të flas aty. Ja kaq edhe pa fol, edhe duke fol pa fol Elisa e ka tmerru. Sepse ajo është i zhytur deri këtu. Është i zhytur dhe ai ndjek këshillën mos toleroj njëri të hap gojën, se po t'u hap nuk e mbledh dot më. Është i zhytur, i kriminalizuar, i korruptuar dhe prandaj bën sjellje të tilla. Shkon deri aty sa e tremb edhe Elisa. Që kur jam i bindur, që kur nuk do i shkaktonte dëm ajo. Madje do i kërkonte edhe në falje po ta linte të fliste. Por nuk duron dot, ai ka frikë. Ka tmerr. Kështu që sa herë them mbeturina, them për çdo njeri, mos u ofendoni fare, për çdo njeri që e shef këtë njeri, Edi Ramën, me adhurim, me admirim, apo i jep edhe drejt se partia kështu është, ka rregulla partia. Po që për rregulla partive, ua shpjegova që ajo ka kërku të flas brenda mureve të partisë. Ai nuk e le me fol as brenda mureve të partisë. Publikisht si ka shkaktu as i lloj dami. Ja, unë jam opozitar, po të kishte fol publikisht ajo, kujtun do e lavdroja, do e ngreja në qiell, jo, zero. Kështu që kjo është Partia Socialiste sot. Sa herë të shifni debate televizive, emisione, kuptojeni, mos u bëni trushplar, mos u bëni idiot. Jo po foli Saliani kështu, jo po foli një gos nga Elbasani kështu, shau flamur nokën, e shau këtë, shau atë. Partia Demokratike, keq mirë, është parti ashtu siç ka emrin. Partia Socialiste nuk është as progresiste, as socialdemokrate. Me këtë lider që i ka ardhur në kry, sot Partia Socialiste i ngjan Partisë së Punës së Enver Hoxhës kur filloi me konsolidu pushtetin nga 44 kur e mori e mbrapa. Kjo është Shqipëria, kjo është Partia Socialiste. Ky është Edi Rama në fakt, që tmerrohet edhe nga Elisa Spiropali.